Gjykata kushtetuese ka njoftuar institucionin e Presidentit të Republikës, zyrtarisht, me shkresën me numër protokoll S30 datë 1 gusht 2016, se kjo gjykat ka rrëzuar kërkesën e zotit Shukri Xhelili, duke lënë në fuqi vendimin e Këshillit të Ministrave për shkarkimin e tij. Kjo është shkresa njoftuese. Në këtë kuadër, përmes kësaj shkrese, jemi informuar se data e vendimit të gjykatës kushtetuese është 1 gusht 2016, nga ku dhe fillon përllogaritja e datës së zhvillimit të zgjedhjeve vendore në këtë bashki, të cilat në çdo rast janë vetëm data 4 shtator ose 11 shtator 2016. Përpasoj, data e përcaktuar në dekretin e Presidentit të Republikës korespondon me afatet ligjore të përcaktuara në nenin 10.3 të kodit zgjedhor. Institucioni i Presidentit të Republikës i shpreh keqardhjen e opinionit publik për përhapjen te ai të informacioneve të pavërteta rreth përcaktimeve ligjore dhe kushtetuese që rregullojnë organizimin e zgjedhjeve në vend, si dhe mbi përmbushjen e detyrimeve institucionale të Presidentit të Republikës në këtë proces.